Një dua unë punoj se policisë për shkak dhe të historikut familjar, por kjo nuk ka lidhje me policinë e shtetit. Brenda policisë e shtetit ka segmente banditësh të cilët janë thjesht militant politik dhe të cilët nuk kanë njerëzillëkun për të shpjeguar ligjin. Dau ka që nuk kanë konceptin e ligjit. Do duan të na ndërpresin ne drejtën tonë për të protestuar. Pse? Sepse po shohin që ne po rezistojmë, se e menduan që do ta linin për pak kohë, ta dinë që do jemi këtu me javë. Edi Rama, ti do japësh dorëheqjen, se je kap në flagrancë për vjedhjen e parave të shqiptarëve. Dhe nuk i prek dot njerëzit. Sigurisht që unë si drejtues i tyre, së pari kujdesem për shëndetin e tyre në këtë fazë, po dije që ti nuk na trëm dot. Dhe dije që përgjegjësinë e ke ti të drejtë për drejtë. Nuk ka shans të pengosh njerëz të lirë të mendojnë lirshëm. Nuk ta ka njeri borç, po meqense ti mendon se duke mos lejuar çadrat, se edhe skuth politik, se këtë bulevardin këtu dikur e kanë bllokuar të gjithin me çadër, po duke qenë se ti jenë pazar, se e skuth politik, nuk i hiqje. Të penguan ato çadrat e vogla aty, dhe unë të them që ne nuk do ikim dhe pa çadra. Dhe dash zoti, do bëhen qindra njerëz këtu, ndoshta mira, dhe ne do t'i vëmë çadrat jo një, po qindra këtu. Dash zoti që njerëzit të reagojnë, dhe do t'i vëmë qindra. Sepse ju merrni vesh vetëm me numra. Dhe që ti jesh i qetë fare ti, nuk ja del dot me forcë Edi Rama. Se e në faj, ke 10 lekë të shqiptarve. Duam drejtësi!